Këtë hadith e transmeton veç Imam Muslimi sa e tij. Nga Kurejb, shërbetori Ibn Abbasit. Ky djalë Kurejbi ka qenë në shoqëritë e Ibn Abbasit dhe shërbetor me një familje. Thot e Ummul Fadli, e bia e Harithit, e ka qu këtë Kurejbin në Sham të Muavija radiallahu anhu për një punë. Thot e shkova unë në Sham dhe e sosa punën që kishte. E mzuni Ramazani atje, në Sham, Damask. Thot, dhe e pash hanën në natën e Gjuma. Thot, pas të shkova në Medine në fund të mujt, që këtë udha, i ka shkova me se një mujt, për në Damask edhe Medine. E mrina në Medine në fund të mujt. E në veti Abdullah ibn Abasi, muhabet si kalove, si shkove, shka bone, e ndërkohë që muhabeti i hanës re. E më tha, kur e pat ju hanën e re, i thash e pam hanën e re natën e Gjuma. Cila është natë e Gjuma? E Gjuma proma që themi na. Tetën mbrëmje, tetën mas akşamit është natë e Gjuma. Thot e kena pa natën e Gjuma. E i thash, e tja e ki pa, e më tha, e tja e ki pa, thash pa, une e kum pa. E kum pa une, e kam pa njerëzit, edhe agjeroj Muavija radiallahu anhu dhe agjeru njerëzit. Të më thonë, natën e Gjuma e ka pa, ditën e Gjuma kanë fillu Ramazani. E i thot Ibn Abasi, lakin na rajnahu lejit e sept, ama nan Medine, e kina pa hanën në natën e shtun. Një ditë, ma vonë. Thot, Fela në zaru në sumu, do vazhdojmë në agjerimin, dhe i sa të i plotësojmë 30 dit, apo të ashojmë hanën e re. Na kena me gjëru një dit mas juve. Se keni fillu për para, edhe ti e sos për para, ama na vazhdojmë mrapa. Thot, i thash, e wala në këtefi biruj e ti Muavija vë sijami, a nuk në mjafton agjerimi i Muavis, pamje hanës nga Muavija radiallahu anhu dhe agjerimi ti, tha Ibn Abasi, ja. Ha këdha emërë në Rasulullahi sallallahu alaihi sallam, se kështu në ka urnu për nga meri sallallahu alaihi sallam. Se çdo kush dhe ti përmbat pamje se vetë të hanës. Thash kjo për në atë kohë, sepse s'ka mujt me kon lajmi me i përfshi këtë vendet. Sot është e mundshme dhe ulemat bashkohor preferojnë që këtë muslimat ma gjuru për një ditë. Se ka televizor satelitor, edhe nëse shivet hana në Saudi, në Egjipt, në Maroko, ku do që shivet, lajmërohet se është pa hana edhe muslimant e fillojnë taravin edhe bon gati për agjerimin ditës nesërme. Këtë mundet me marrë vesh për asë një orë, për 10 minuta këtë vota e marrë vesh. Ama, fatkeqësisht për sëri muslimant se cili insiston në dvetën. Dikush tentën, dikush gjumon, dikush edhe të shtunën e shtynë, veç për inati tjerëve dhe kjo nuk banë. Agjerimi dhe bajrami bëhet duke pa hanën e re. Se në gjuhën arabe, el kameru i thuhet hanës. Ama hanës si planet, hanës si satelit i tokës. El kamer. Po kur është hana 5 mëjqe, i thuhet el bedr. Hana 5 mëjqe. E kur është hana e re, sa ka fillu, gjuhën shqipe s'ka, hana e re i thuhet. Gjuhën arabe i thuhet el hilal. Hilali, el hilal, dhe dhët hana, kur të lezojsh dikon gjuhën arabe, se u tala al hilalu, për shemë, dhe u shfaq hilali, të edhin se hana e re. Edhe kur thushti, u tala atil bedru, u shfaq bedri, të edhin se hana 5 mëjqe, hana e plot, rumullaki i plot. Dhe kur thushti, rejtul kamera, kam pa hanën, kamerin, e ki për qëllim hanën si satelit i tokës. Shëve gjuhë arabe sa është në avantash për gjuhëve tjera. Andaj këtu, ky kapitull në jep me mësu që agjerimi, fillimi agjerimit të Ramazanit dhe fillimi i bajramit ndodh me pamjen e hanës. Dhe se njerëzit se cili punon si pas asaj që e shef hanën në vendin e vetë. Si të mos në kalumen, ku njerëzit kanë mujt me u informu. Prej në Damask e deri në Medine,
duhet disa ditë me udhëtu për me mri, për para, kur ka nesë me kuaj, me deve, e në komë mos plasim edhe ma shumë. Se për në Mekë në Medine, ju është dash 2 javë me ecë në komë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e ka bo hijretin edhe kur ka bo haxhin. Pra më ndo për Damaskut me mujë. E tash ato musliman që kanë jetu në Damask, s'kan mujt me prit, me i kallzu këta në Medine, kur e kanë po hanën, me thonë fillon edhe ju agjerimi, se s'mrin. Po këta të Medines e kanë këshirë për vete, hanën. Të Mekës e kanë këshirë për vete. Të Damaskut e kanë këshirë për vete. Të Bagdadit e kanë këshirë për vete. Edhe se cili e këshirë hanën për vete. Kjo në të kalumen. Ama sot, kur ka teknologji, mjafton që hana qivet në një vend për botës islame, e si pas asaj parje të hanës, të agjërojnë këtë muslimantë. Mirë për kjo fatkeqësisht nuk po ndodh. Edhe jo për arsye fetare, po ma tepër për arsye politike. Se shtetet muslimane të grindura mes vete, edhe në këtë çështje nuk pajtohen. Të na muslimant e Ballkanit përgjithësi, Turqia, Shtetet e Bashkimit Sovjetik, Republiket Islame në të ish Bashkimit Sovjetik dhe Ballkani, agjërimin e fillojnë me takvim. Do të thot me përllogaritje astronomike. I kanë ato do përllogaritje matematika dhe e parashojnë se çdo vjet kur fillon çdo muaj hijretit. Të kaluar me këtë ulemat, pa përjashtim ka thonë kjo nuk ban përpara. Mirë po sot ulemat bashkohor edhe këta thënë që na duhet me pa hanën, edhe me shku me fillu Ramazanin me hanë, Bajramin me hanë, mirë po. Masi kjo s'po ndodh për këtë ummetin. E çdo shtet po i nxjerr njerëzit me pa hanën dhe po gjykon ndryshe për shtetit tjetër. Dikush e shef hanën se tejntën është Ramazan, dikush e shef hanën se xhumon është Ramazan, edhe këtu ka mundësi me pas kësi dallimi, ama me dalë dikush me thonë shtunën është Ramazan, ka që dallim nuk ka. Së mund pas një ditë dallim, ama 2 ditë s'mundet. Për shkak se ka raste që ka pas dallim me 2 ditë pej vendit në vend, atëherë ulemat bashkëror kanë thonë çdo shtet le t'i përmbahet mënyrës së vet që ka zgjedh me fillu Ramazanin. Kush e shef me hanë, kjo është më e mira, le të vazhdon me shikimin e hanës, po këtë banorët e atij vendit le të agjërojnë atë ditë. E jo për shembull, supozojmë, Jordani qet komision me pa hanën. Edhe pamja e hanës në Jordan dallon prej pamjes hanës në Saudi, edhe pse Saudia dhe Jordani janë kufi. Atëherë me uqu djemt e ri musliman në Jordan me thonë valla na spajtona me pamjen e hanës në Jordan, kena me agjëru me pamjen e hanës në Saudi. Çka i thonë ulemat atyve? Jo, gabim e keni. Jo agjëroni me pamjen e hanës të shtetit tuaj. Bolljan përqa shtetet me zvete, mos i përqani dhe musliman me zvete. Po mirë, na i themi hoxhallarëve, botës islame, të na se shofin hanën, të na dihet takvimi del fillim vitit, edhe na pin fillim vitit e dimi se me 23 mars, dita e njëjtë, është Ramazan. As nuk e shohim hanën, as nuk kemi ekip që kontrollon hanën, as çfarë bëjmë na? Ulemat krejt, ulemat e mëdhej, thënë agjëroni me muslimanët. Kur të thënë musliman, paria muslimanëve ndesh e patën tamam, ndesh e kanë gabim. Ndesh e patën tamam, ndesh e patën gabim, ndaç e patën tamam, ndaç e patën gabim, agjëroni me musliman. Kur të agjëroni këtë, agjëroni edhe jo. Pse? Po të bollë musliman po ndohen shtete me shtete, tamam punët ndohen edhe mrena. E të bëhet të llovi mes muslimanëve. Tu të na në Maqedoni, në Kosovë dhe në Shqipëri, fatkeqësisht çdo Ramazan kemi kësi lloj situatash dhe problemesh. Ku dikush për xhallarëve dhe për muslimanëve agjëron me pamjen e hanës së Saudi. Edhe na shkalon vendimin e agjërimit të ne me takvim. Edhe bëhet përplasje dhe përçarje mes muslimanëve. Në fillim të Ramazanit përçarja nuk është edhe shumë me pasoja, ama problemi kur ndodh, kur vjen Bajrami. Tash me konë që ti ki Bajram e ai ka Ramazan, ose ti ki Ramazan e ai ka Bajram, atër më këtë bëhet lamsh puna. S'din kush të kush shkoje,
mja bo për hajt bajramin, se dikush ka bajram, dikush s'ka, dikush ka Ramazan, dikush s'ka. Edhe bo, do të pisha qefi madh, a bajrami është ditë gëzimi. Edhe andaj, na mendojmë, edhe insistojmë, edhe kemi folë për çdo vjet, edhe kemi shkrujt, edhe kemi përcjell fetvat e ulemave. Se mendimi jon, edhe mendojmë se është mendimi më i saktë, edhe më i dobishëm, edhe ka me na sjell hajër më të madh në dunjë, edhe shpërblime më të mëdha te Allahu në ahiret, kështu e besojmë na. Për atë dhe foli, është që na të agjërojmë me muslimanët. Pa marrë parasysh se çfarë metode kanë zgjedhur ata me përcaktuar fillimin e Ramazanit, edhe fillimin e Bajramit. Pse? Sepse vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë as-sawmu yawma tasumun. Agjërim është atë ditë që agjëroni krejt ju. Wal fitru yawma tuftirun. Dhe Bajram është atë ditë që krejt ju e bëni Bajram. Andaj e ka nënvizu se agjërimi me besimtarët është një prej shenjave të fillimit të agjërimit. Kur ta vendosin shumica dërmuese e besimtarëve, atëherë edhe ti agjëron me ta. Dhe kur ta vendosin shumica dërmuese e besimtarëve se është Bajram, ti bën Bajram me ta. Mos u ndaj për tyre. E ky hadith është argumenti jon. Dhe na mendojmë se ky hadith na mjafton neve para Allahut. Kur na pyetën neve Allahu i madhreshëm o xhallarëve, ju o xhallar i keni thonë xhamatit se hana Ramazani fillon me pamjen e hanës. Ne themi po. Filan hadithi po. E po pse ju keni agjëruar me takvim me jo me hanë? Ne themi ja Rab, se të na kryesia e Bashkisë Islame, Bashkia Islame nuk e ka vlerësu se fillimi i Ramazanit duhet me qenë me pamjen e hanës. Po ata kanë vlerësu se parashikimet astronomike dhe kalkulimet astronomike janë të sigurta edhe janë të përafërta me pamjen e hanës dhe na mjaftojnë ne ato për me përcaktuar Ramazanin që në fillim të vitit. Edhe me ditë muslimanët kur e kanë Ramazan për me marr pushim ose për me ju përshtat Ramazanin me punë të veta. E para, e dyta, kemi lexuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se agjëroni kur të agjërojnë muslimanët. E masi Bashkia Islame të ne ka caktuar kështu, megjithëse na nuk pajtohemi me mënyrën që kanë caktuar ata, po ata kështu e kanë caktuar. Edhe shumica e muslimanëve agjëron me takim, edhe na agjërojmë me muslimanët. Edhe argumenti on para te jara po shkoi hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që na nuk kemi pa argument para Allahut të madhreshëm. Edhe plus të e pas parasysh se na dojmë që muslimanët mos përçahen mes vete, mjafton kjo argument i tretë me qenë që na më kap të gjithë bashkë për litarën e Allahut. Dhe me fillu agjërimin bashkë dhe me përfundu bashkë. Me u gëzu me hyjmin e Ramazanit këtë për njëherë, edhe me u gëzu me ardhin e Bajramit këtë për njëherë, e jo më u bo lamsh e të llovi kjo punë.